Barind janë bërë kuadër deficitar dhe nuk gjenden as për pak deri në 2.000 euro, ndërsa të rinjt nuk tregojnë interes për shkak të angazhimit të përditshëm gjatë gjithë vitit dhe kushteve të vështira të punës. Mungesa e tregut të sigurt për produktet e qumshtit dhe çmimet e ulta të qengjave e kanë ulur dhe më shumë interesin për investimin në blegtori, u tha sot ndër tjerash në takimin e fermerëve. Mund të them se Barind janë si kuadro deficitar dhe nuk ka më as për 1.000-1.500, por as për 2.000 euro. Nuk do të mund të gjenden pasi cili i ri sot do të angazhohej në këtë punë. Sipas Stefan Jordanovskit, kryetari i Federatës së Fermerëve, edhe pse sektori i kulturave drithërore është ndër më fitimprurësit në vend për shkak të rritjes së shpenzimeve dhe aty ka rënë interesimi, ndërsa blegtoria mbetet ndër sektoret më pak të interesuar. Si sektor në blegtori kemi më pak interes nga të rinj, ndërsa arsyeja është puna aktive që dëshiron 365 ditë angazhim. Ndërsa ja çmimet e dimë si janë të qumshtit dhe ja edhe të qengjave nuk janë ashtu siç duhet. Në takimin e fermerëve të vendit u diskutua edhe për sfidat të tjera me të cilat përballen bujqit dhe blegtorët kohëve të fundit, si çmimi i luhatshëm i derivateve të naftës dhe ndihma që duhet ofruar nga Ministria e Bujqësisë dhe institucionet përkatëse.